Vjoni, zoti Goxhi. Dik Marti nuk ka vdekur. Dik Marti që dikur akuzonte UÇK-n për transplant organesh, ishte ringjallur dje në Bruksel. Kësa radhe jo për të akuzuar UÇK-n, por vetë Shqipërinë. Dik Marti shqiptar akuzonte Shqipërinë si një vend kartelesh, një vend bandash, ku aeroportet edhe portet janë vënë në dispozicion të trafikut ndërkombëtar të drogës. Një gjë e tmerrshme dhe natyrisht e duartrokitshme në Kremlin apo në Beograd apo diku tjetër. Zëdhënës më të mirë anti-shqiptar se sa Dik Marti shqiptar nuk mund të gjenin armiqt e Shqipërisë. Është një dukuri e pafalshme që për hir të ca interesave personale të shesësh vendin tënd në kanceleritë europiane.